40 nxënës të 5 gjimnazeve të Fierit performojnë në 5 shfaqje me kryevepra të letërsisë botërore. Deri tani në teatrin Bylis janë dhënë 3 shfaqje dhe deri në 20 maj priten 2 shfaqje të tjera. Sipas organizatorëve, ky festival ka prodhuar që tani aktorët e ardhshëm të teatrit Bylis, të cilët me talentin e tyre kanë surprizuar regjisorët. Teatr është një festival teatror për të rinj, i cili zhvillohet për vitin e 4 nga Bashkia e Fierit. Ka filluar në 20 prill dhe mbaron në 20 maj. Për një muaj rresht, në skenën e teatrit Bylis futen dhe ulen, interpretojnë trupat teatrore të rinjve të 5 gjimnazeve të qytetit të Fierit. Janë disej 40 të rinj që marrin pjesë në këtë festival. Ajo që konstatojmë neve këtë vit është veprat e përzgjedhura nga trupat teatrore të gjimnazeve të qytetit të Fierit në bashkëpunim me regjisorët e tyre janë vepra dhe kryevepra të letërsisë botërore, duke filluar nga Anton Çehov, Robert Thomas, Erion Kame, Sofokliu, Kristof Loqi. Dhe shfaqjet e këtyre të rinjve drejtohen nga regjisor, aktor të teatrit Bylis dhe vendas. Surpriza është disa talente që kanë rënë në sy ndjeshëm, në syt e jurisë së këtij festivali, por edhe të vetë regjisorëve. Deri tani numri i këtyre talenteve që shkëlqejnë dhe kanë shkëlqyer në skenë është deri në 4 të rinj, dukshëm, të cilët mendohet dhe ne dëshirojmë shumë të bëjmë pjesë të trupës së teatrit Bylis në shfaqjet e sezonit teatror në vazhdimsi. Rin Fest vjen në edicionin e 4 të tij, duke angazhuar 10 gjimnazistë në një konkurs në fund të cilit disa prej tyre piketojnë karrierën artistike.